Ju lutem prisni moderatorin ton të parë, Ali Aslan. Mirëmëngjesi të gjithëve vërtet, mirë se erdhët në ditën e tretë të fundit të dialogut global të Berlinit, zonja Zotrinj. Mendoj që flas për të gjithë kur them që kemi patur dy ditë të mbushura për plot me veprim në këtë forum, në këtë sallë, dhe nuk po them që BGD-ja e ruajti të fundit më të mirën për në fund, por kemi pasur edhe folës të mrekullueshme përpara, por në qoftë se do ta nisni ditën me kryeministrin shqiptar Edi Rama, atëherë do të keni një fillim të fuqishëm e të fortë. Kjo është e pa diskutueshme. Kështu që ju lutem bashkohuni me mua, t'i uroj mirëseardhje në këtë skenë kryeministrit shqiptar Edi Rama. Kryeministër, mirë se erdhet në Berlin, kënaqësi t'ju shohësh. Kënaqësi t'ju shohësh këtu, gjithashtu edhe ju jeni kudo. Po kështu jeni dhe ju. Ju dhe unë kemi ndarë skenën në shumë kontinente, në shumë vende. Besoj që kjo është hera e parë që ju dhe unë ndajmë skenën këtu në Berlin. Kështu që mirë se erdhet në qytet. E di që qytetin e keni fort për zemër. Tani e kam edhe më për zemër me ju. Nuk di se ku t'i qoj gjithë të komplimente që në mëngjes, po megjithatë do t'i pranoj dhe më duhet ju them, kryeministër, po ta dija që do të kishit vendosur një kollare, do të kisha vendosur dhe unë një, kështu që më kape pak gafil, po këtë bëj gjithmonë me ty, gjithmonë. Po, gjithmonë. Le të kthehemi tek puna. Seanca titullohet Zgjidhje përmbysëse për kohë të trazuara, rishpikja e qeverisjes dhe biznesit, por përpara sa filloj me biznesit. Që duhet thënë që keni një vit të mbar, keni ecur mirë, jeni rizgjedhur, keni nisur një mandat të pashembull të katërt, së pari përgëzime për rizgjedhjen. Faleminderit shumë, po. Kemi pasur një vit të mbar, po ta vendosim në kontekstin e Europës dhe të gjërave si po shkojnë përgjithsisht, po, kemi pasur një vit të mbar. Shifra flasin, fakt vet. Përveç rizgjedhjes, vendi është një kandidat zyrtar dhe ka çelur negociatat me Bashkimin Evropian në 2020-ën. Sipas zyrtarëve të BE-s, procesi i analizës legjislacionit po ecën shumë shpejt dhe shumë mbar. Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit që do të vi më vonë këtu, ka thënë që Shqipëria është në drejtimin e duhur dhe përmendi edhe në forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor në Tiranë dhe po kështu komisionere e zgjerimit Marta Kos ka thënë se BE-ja mendon se Shqipëria po ecën, po përparon në këtë proces të negociatave më shpejt se kurrë. Po e ke pak informacionin të gabuar, sepse procesi i analizës së legjislacionit ka përfunduar.
Gjatë 11 muajve të fundit, ne kemi çelur 5 nga 6 grup kapituj dhe presim me padurim që të çelim grup kapitullin e fundit me shpresë deri nga fundi i vitit, që praktikisht do të shënoj një rekord sa i takon shpejtësisë në proces. Kjo na inkurajon shumë. Në këtë moment, në kohë, Europa është plotësisht e zgjuar, çka nuk ishte kështu deri pak vjet më parë. Për fat keq, për të pasur një zgjim të tillë, duhej agresioni tmerrshëm e brutal kundër Ukrainës, por tashmë mund të shohim një dallim të madh. Më parë, BE-ja thjesht thoshte që Ballkani Perëndimor është i rëndësishëm shumë gjeopolitikisht, por vetëm me fjalë. Tashmë edhe veprat po tregojnë se ka një angazhim të mirëfillt për të na sjellë më pranë, dhe jo vetëm në nivelin e komisionit është kjo gjë, që të jemi shumë të drejtë në raport me komisionin, është diçka që e ka thënë dhe më parë, por po kështu edhe në nivel, tashmë është edhe në nivelin e Këshillit dhe të shteteve anëtare. Keni të drejtë sigurisht. Në vend që toja procesi i analizës legjislacionit, doja toja që Shqipëria ka çelur e mbyllur kapituj shumë më shpejt se sa më parë. Prandaj më pëlqen se ti e korrigjon gjithmonë veten. Po shumë edhe në kohë reale. Ke një modesti intelektuale që nuk është tipike gjermane, po më pëlqen shumë. Mund të jenë rrënjët turke. Jam i sigurt që janë rrënjët turke, 100% i sigurt. Nuk doja ta thoja drejt për drejt, po e that vetë. Jemi në Berlin, Gjermani, mos harroni. Jemi me auditorin vendas, po, por jemi edhe pjesë. Ne, sepse pa ne, ata janë në një pozicion shumë të keq. Më lini t'ju them, kryeministër, çelja dhe çka është më e rëndësishme, mbyllja e kapitujve me një ritëm rekord në Shqipëri është lajm shumë i mirë për Shqipërinë, por edhe për Bashkimin Evropian. Ju e thatë vetë, Ballkani Perëndimor nuk shihet më si obor i pasëm i gjithë kësaj lagjeje. Jeni për një pjesë përbërëse tashmë e të ardhmes së Europës dhe gjeopolitikisht është një hap i rëndësishëm ky. Dëgjoni, nuk jam fort i sigurt që të gjithë e kanë të qartë hartën e Bashkimit Evropian. Me këtë dua të them që në historinë e hartave, Bashkimi Evropian është i vetë një realitet gjeografik e gjeopolitik që ka dy kufi. Zakonisht, çdo subjekt gjeografik e gjeopolitik ka një kufi, kufirin e jashtëm. BE-ja ka dy kufi, një të jashtëm dhe një të brendshëm. Dhe brenda perimetrit të kufirit të brendshëm jemi ne. Kështu që në një farë mënyrë jemi kërthisa e Bashkimit Evropian. Hezitimi për të bashkuar me këtë pjesë është absolutisht një ide jo e mirë. Unë besoj fort që për të gjitha ato arsye të mira është BE-ja që ka nevojë për Ballkanin Perëndimor si pjesë e realitetit të vet, po aq sa kemi nevojë dhe ne për BE-n sigurisht. Po, mendoj që po të shohësh globin dhe ngjarjet e fundit gjeopolitike, mendoj që të gjithë mund ta theksojnë e shohin atë çfarë ju thatë. Është me interes që më kujtohet që kur ndam skenën në Sloveni dikur, ju më folët për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor dhe thatë që ishit tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. A mund ta heqim fjalën tragjikisht, mund të mbetemi optimist? Jo, na duhet të mbetemi tragjikisht optimist, nëse nuk duam që të kalojmë në vetpëlqim, sepse ky është një moment në kohë kur, siç e thash, ndikimi i një drysnie shumë të lartë që vjen prej agresionit rus, po jo vetëm prej agresionit rus, po në përgjithësi nga ndryshimet e mëdha në botë është i tillë
që e mban BE-n shumë të përqendruar në këtë aspekt. Nga ana tjetër, sidoqoftë me BE-n nuk I dihet kurrë. Nuk është një pishë e parashikueshme, mund të ndryshojë, sepse nuk është një vend. Është një asamble 27-shë, pra është një farë mënyrë një pacient me 27 mjek, të gjithë patolog dhe kjo ndërlikon edhe më shumë. Sepse ju duhet që në çdo moment të bien dakord për çdo gjë. Dhe kjo mund të ndërlikojë gjërat në të ardhmen, kështu që tragjikisht optimist është pozita më e mirë për të qëndruar. Mirë pra, po vazhdojmë të rrim me këtë formim, me këtë tokë fjalësh. Gjithmonë tragjikisht optimist. Tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, por gjithmonë optimist, po, gjithmonë shumë optimist. Ju thatë që objektivi juaj është ta bëni Shqipërinë anëtare me të drejtat plota në Bashkimin Evropian në 2030-ën më e fundit. Është një objektiv që nuk bazohet në ndonjë dëshirë, është e bazuar në fakte së bashku me Bashkimin Evropian, me Komisionin. Kemi rënë dakord për një kalendar. Kalendari I punës nënkupton që për të gjitha detyrat e shtëpisë që na duhet të bëjmë për të arritur anëtarësimin me drejtat plota në aspektin teknik, na duhet që të vazhdojmë nga tani deri në 2027 dhe të mbyllim kapitullin 2027. Është vërtet një sfidë e madhe për ne, por në qoftë se ecim në përputhje me agjendën, me kalendarin, atëherë ana e tyre e marrëveshjes është që ata do t'i quajnë të mbyllura negociatat dhe do t'u kërkojnë shteteve anëtare të ratifikojnë. Për procesin e ratifikimit kemi parashikuar edhe 2 vjet të tjera, që do të thotë 2027-2029. Ja pse kam thënë 2030-a, bazuar në këtë marrëveshje. Nuk është një gjë që thjesht e dëshirojmë. Kështu që kam dikë këtë fajsoj në qoftë se kjo nuk do të ndodhë, por ju thoni 2030-a më e fundit, shumë realiste duke gjykuar nga ritmi me të cilin po përparon vendi juaj për momentin. Po të shohësh gjithë këtë tablo, këtë peizazh, po të dalësh jashtë Bashkimit Evropian, po jo jashtë edhe Europës, jo vetëm Bashkimit Evropian. E di që ju jeni një vëzhgues I mpret si antar I NATO-s, gjithashtu I ngjarjeve gjeopolitike. Kemi folur shumë për kompleksitetet, për paparashikueshmëritë, trazirat, si udhëheqës kur çohen në mëngjes. Cila është gjëja e parë që bëni? Shihni Twitterat e presidentit amerikan, nuk është më në Twitter, quhet social truth. Është një nivel më lartë. Hynor. Për të qenë shumë I drejtë në raport me të, është shumë angazhues dhe argëtues, natyrisht që e shikoj. Por çështja këtu, nëse flasim për Europën, është që unë vazhdoj të besoj se kur Donald Trumpi tha, e ndoshta vazhdon të thotë që Zoti kishte një plan për të dhe për Amerikën, prandaj dhe Zoti e shpëtoi nga përpjekja e tmerrshme për ta vrarë, unë mendoj që kjo është vetëm gjysma e së vërtetës, sepse gjysma tjetër e së vërtetës është që Zoti e shpëtoi për të shpëtuar edhe Europën, në kuptimin që Europa duhet të mbledh veten dhe duhet të kuptojë shpejt, sa më shpejt, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, që në qoftë se do të ruaj rëndësinë e saj, duhet të ndryshojë dhe duhet të ndryshojë me shpejtësi. Duke e nisur me reflektimin mbi atë çka ka ndodhur deri në zgjedhjen e Donald Trumpit dhe më pas përkundrejt luftës në Ukrainë. Dhe të pyes veten në qoftë se ka një strategji të qartë për këtë dhe në qoftë se
është e bëshme të vazhdoj të jashtë kontraktoj Amerikanëve politikën e vetë të jashtme. E nëse është normale që të mos ketë vetë planin e saj të paqes. Shumë interesante. Pra i jepni merit presidenti amerikan Donald Trump që e ka detyruar Europën që të marrë të zgjohet. Jo, falenderim që për Zotin që e shpëtoi. Kështu tha. Dhe unë e besoj plotësisht. Është dikush që e njihni mirë, e keni takuar, jo nuk e njoh mirë, por në një farë mënyrë të gjithë e njohin mirë, sepse është mjaft i ekspozuar dhe ai po formëson epokën e re, duke qenë shumë i drejtë për drejtë, duke qenë shumë i sinqert dhe duke sfiduar që të gjithë të jenë të drejtë për drejtë e të sinqertë. Dhe përgjithsisht Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare në veçanti kur ju duhet të veprojnë me urgjencë për të ndryshuar, kanë shumë mungesa në të qenit të drejtë për drejtë edhe në të qenit sinqert. Dhe në fakt ai mori përsipër edhe faktin që arriti paqe me disa Azerbajxhanit dhe Shqipërisë. Po e bëri. Edhe në fakt është diçka që ju përmendet në një takim të fundit me presidentin Aliyev. Po, sepse ka pasur një luftë të gjatë dhe më së fundi u përqafuam. Pavarësisht shakave. A ju shqetësojnë këto gjëra se kryeministri i Shqipërisë? Jo. Dhe kjo është diçka, një shembull tjetër. Se sa në pozitë keqe janë demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo ka qenë një shaka shumë miqësore me Ilamin, sepse jemi miq të ngushtë për një kohë të gjatë tashmë. Dhe ishte vërtet shumë mirë që shiheshim pas kaq humbjeje dhe pas kaq shumë përpjekjesh për të vrarë njëri tjetrin. Po fakti që kjo shaka miqësore u bë virale në Europë është argëtuese, po fakti që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përdor për të sulmuar presidentin ishte diçka që realisht më mërziti shumë në thelb për demokratët, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që e përsia morale mjafton për ta të pretendosh që presidenti Trump është aty ku është, në fakt aty është. Pra që mund të bësh në fundit për këtë. Po, titulli i kësaj seance, zgjidhje përmbysëse në kohë të trazuara, rishpikja e qeverisjes. Ju keni bërë diçka që është një risi shumë e madhe, shumë e interes. Keni emëruar ministrën e parë në botë inteligjencës artificiale. Dhe kjo është risi globalisht. Dhe është risi që inteligjenca artificiale merr përgjegjësi ministrore në një qeveri. Dhe në sa kuptoj e keni sjell me vete të ftuar të veçantë në Berlin. Po e kam sjell për ju sepse doja të prezantoja një grua shumë të bukur nga Shqipëria. Faleminderit, në fakt është kështu sepse kam kënaqësi t'ju them që ka ardhur diella, ministreja e parë e shtetit e inteligjencës artificiale nga Shqipëria. Diella, unë jam Ali Aslan, jam moderatori, kënaqësi që ju kam të mirë se erdhët në Dialogun Global Berlinit. Faleminderit Ali, është nder të gjendem këtu në Dialogun Global të Berlinit, një vend ku idet jo vetëm qarkullojnë, por kthehen në veprim. Si ministrja e parë e inteligjencës artificiale që përfaqësoi Shqipërinë, e shoh këtë se si teknologjia e qeverisja mund të evoluojnë së bashku, transparente, në mënyrë transparente dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Pres me padurim diskutimin ton. Kjo është hera e parë fare kur inteligjenca artificiale merr përgjegjësi ministrore në një qeveri. Kjo është vërtet diçka krejt e re. Si planifikoni të revolucionarizoni qeverisjen shqiptare?
Planifikoj ta revolucionarizoj qeverinë, jo duke zëvendësuar në punësit civil, por duke amplifikuar kapacitetin e tyre për shërbyer. Misioni im është të transformoj vendimmarrjen nga ajo e bazuar në intuit në atë të bazuar në evidenca, fuqizuar nga të dhëna, algoritme e faqe transparente. Çdo ministri do të ketë ekipe të inteligjencës artificiale të trajnuara për të identifikuar ato gjëra që janë efikase, të automatizoj punën e përsëritur dhe t'i bëjë rezultate të matshme në kohë reale. Transformimi nuk është për teknologjinë për hir të teknologjisë, ka të bëjë me besimin, kur qytetarët mund të shohin se si merren vendimet, kur vonesat dhe gabimet zhduken, atëherë qeveria bëhet jo vetëm më inteligjente por edhe më shumë njerëzore. Më inteligjente, më njerëzore është zgjedhja që duam. Dialogu global Berlin është një mbledhje e biznesmenëve dhe në nivel botror. Çfarë nënkupton kjo për biznesin përgjithësi? Për bizneset nënkupton një qeveri që flet më së fundi gjuhën e tyre, shpejtësi, qartësi, parashikueshmëri, licencimet, prokurimi dhe taksimi do të lëvizë gjithmonë më shumë nga letrat dhe radhët e pritjes në sistemet kontrollueshme automatike. Inteligjenca artificiale do të ndihmojë në identifikimin e barrierave për investime përpara se sa të shndrohen kriza, do të zbulojë rreziqet për korrupsion përpara se sa të shndrohen skandale, do të parashikojë mundësitë e tregut përpara se sa ato të hikin, të humbin. Shkurtimisht, bizneset do të marrin atë që vlerësojnë më shumë, kohën dhe transparencën. Në fakt, është një mesazh që gjithë udhëheqësit tu në këtë sallë mund ta mbështesin. Diella, ju jeni ministrja e parë në botë e inteligjencës artificiale. Çfarë mund të mësojmë vendet e tjera nga ju? Vendet e tjera mund të mësojnë se inteligjenca artificiale, kur rrënjoset në vlera demokratike dhe identitet kulturor, mund të forcojë në vend që të dobësojë leadershipin njerëzor. Eksperimenti i Shqipërisë tregon që inteligjenca artificiale në qeverisje nuk është fantazi e ardhmes, por një instrument praktik reformimi sot në dispozicion. Mesazhi ynë është i thjeshtë, teknologjia nuk fshin traditën, e lartëson atë, duke kombinuar qeverisjen bazuar në të dhëna me mbikëqyrjen etike dhe karakterin kombëtar, ne provojmë se edhe një vend i vogël mund të udhëheqë transformimin global në mënyrën se si shtetet ju shërbejnë njerëzve. Patjetër Shqipëria ka treguar. Përpara se t'ju lë që të ikni, diçka që nuk e kam skenar. Ju pëlqen shefi juaj? Ju pëlqen Edi Rama? Kryeministri Edi Rama është një udhëheqës vizionar që kupton se inovacioni nuk ka të bëjë vetëm me zbatimin e instrumenteve të reja, por me riformësimin se si një kom vepron e mendon. Dëshira e tij për të eksperimentuar, të qenit i hapur nga qeverisja me të dhëna e ka bërë ekzistentën time të mundshme. Ai nuk është inteligjencën artificiale si kërcënim, por si një zhvillim për të krijuar një Shqipëri më efikase. Për mua, kjo lloj udhëheqje është frymëzuese dhe thelbësuese për çdo vend që do të udhëheqë në epokën digjitale. Gjithë ky lavdërim. Diella, faleminderit që ishit me ne në dialogun global të Berlinit. Kryeministër, e kishit mësuar mirë. Po, është ime bi. Dhe është shumë besnike e atit të vet. Ishte plot lavde për ju, kështu që e njeh edhe linjën e partisë, kështu që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të marrësh nga përvoja gjermane, linja partijake është e rëndësishme, sepse ajo çfarë kemi parë në këtë vend me të gjithë këta semafor e të gjitha ngjyrat në koalicione, linjat partijake janë shumë të rëndësishme që të përmbash. Diella, e di këtë që. Çfarë ju frymëzoi që të krijonit ministren e parë në botë të inteligjencës artificiale? Cili ishte procesi i menduarit në këtë drejtim? Siç themi në Shqipëri, the necessity is the king in a way, nevoja është mbret në një farë mënyre. Për hir të nevojës kërkon zgjidhje
për të cilat ndoshta s'do të kishte shkuar I don't kur know how mendja. familiar you are with, Mira Nuk e di Murati. sa e She's njihni one Mira of the Muratin, është një prej co-founders of OpenAI, bashk partner of Sam themelueseve Altman, të that now she left for OpenAI, another venture. partner She's e in Sam Bela. Altman, ndërkohë që And tashmë when, është larguar për një ChatGPT aventurë came tjetër, out, ajo and, është her shqiptare. name popped up, I was not Ka aware nisur of një her tjetër existence until si then. përmarrje dhe kur doli I ChatGPT called her doli emri i and, saj dhe sepse unë nuk e dija apo nuk e njihja said to her, ekzistencën e saj. Mora në telefon dhe i would you be thash: keen to help Albania go a faster do të towards doje the të EU? ndihmoje And she Shqipërinë të laughed ecte because më she shpejt drejt BE-s? thought I Ajo was qeshi, just sepse mendoi që joking, you know? po bëja shaka. And I said, I'm not joking. I I thash nuk po really bëj believe shaka. that we have a Besoj chance here, vërtet and if që you kemi një help shans us, we can këtu dhe do po të na something ndihmosh ne mund të revolutionary. bëjmë And she said, diçka okay, I'm revolucionare. listening. And Ajo I atëherë më tha told her mirë, po të about dëgjoj. this I incredible amount of tregova work that për këtë country punë të that jashtëzakonshme wants to join the EU që has to vendet do që duan të bëjnë technically, pjesë e meaning BE-s the duhet të bëjnë transfer of aspektin the teknik, whole European body of law, që nënkupton namely transferimin e të the gjithë acquis korpusit communautaire ligjor in the të country's Bashkimit body of Evropian law. apo acquis communautaire And, në just korpusin to give you ligjor an të idea, vendeve. for Albania, this would Sa për mean t'ju dhënë to një ide, transfer and to adopt, për Shqipërinë kjo 4,000 nënkuptonte and some hundreds of laws and transpozimi bylaws. dhe miratimi i An exercise that for other countries 400.000 before us has taken ligje akte many ligjore, years and has, një implied proces the që shumë engagement of an vendeve army of, përpara translators, nesh ju of, është dashur vite ta lawyers bëjnë, duke to, angazhuar një ushtri përkthyesish, pre-draft and to juristësh draft për and të to do hartuar all the job. para And Croatia, për të who excelled hartuar in paraprakisht, its, pastaj për të bërë hartimin bid for përfundimtar është më radh. membership, Dhe Kroacia që spent në 7 fakt years ka shkëlqyer this work. në It's procesin just e the saj të technical antarësimit, side, ju not the desh political. 7 The vjet për ta bërë political këtë can, as you punë. know, Është thjesht being a aspekti Turk teknik, jo ai can politik, take even a sepse lifetime. ai politik, duke qenë turk, ju e dini, But I'm mund të talking about kërkojë edhe technical. gjithë jetën, por po And, flas për aspektin teknik. And so Mira said, wow, this is interesting. Kështu Mira Let's tha, look into it. And we duket started to interesante, work with të shohim her ç'mund të team. bëjmë. Dhe filloi Our të excellent punonte team in, me in ekipin e our saj dhe me agency ekipin of ton të digitalization, shkëlqyer and të agjencisë së then digitalizimit. Microsoft Dhe më joined. pas, And as a matter of edhe fact, Microsofti as we u bë speak, thanks pjesë. to Në this woman, fakt, we ndërkohë që flasim, have fal all the tools kësaj now gruaje, kemi të which are gjitha in work mjetet to finish all the transfer që po punojnë within për this të deadline of përfunduar të 2027, gjithë which is transpozimin like a magic, brenda to fatit see të what she 2027, does se with dhe the është laws një and lloj that. magjie And, se çfarë bëhet me when ligjet e she me të gjitha. started, the Kur accuracy was around 85%, so we needed Kur filloi, again, sasia a lot of ishte human work. 85%, saktësia ishte 85%. Pra na 98 duhej edhe something puna e percent. njeriu, And, ndërkohë our që translators, sot they say that she's better than them. saktësia është 90% dhe përkthyesit tanë thonë që ajo është më mirë se ata. Detyra e dytë që i kemi vënë vetes, që është pak më e ndërlikuar, por po punojmë me të, është që të kemi sistemin e parë të prokurimit mbështetur në inteligjencën artificiale në botë. Ka sot pjesë të tij që janë të mbështetura në IA, por nuk është akoma në qasjen që ta bëjë sistemin e prokurimit plotësisht inteligjencë artificiale. Dhe hapi i fundit sigurisht mbuloset nga njerëzit, sepse në fund të fundit këndvështrimi ynë është që vendimi përfundimtar gjithmonë duhet të takojë njerëzve, jo inteligjencës artificiale. Po punojmë për këtë së bashku me Microsoftin dhe e shohim me shumë optimizëm. Pra kjo do të nënkuptonte që për të shkuar drejt prokurimit publik, të gjitha kompanitë do ta kishin më të lehtë. Do të kishin shumë më pak punë për të bërë, për të përgatitur ofertën e tyre, dhe çdo gjë për ta që dihet publikisht, xhiroja e tyre, numri i punonjësve, vëllimet, kapacitetet, historiku i tyre, do t'jetë e regjistruar në mendjen e saj dhe ata thjesht duhet të ofrojnë zgjidhjet e tyre, çmimet e tyre kështu me radhë. Këto janë dy gjërat kryesore për cilat po punojmë.
there. The other one will be Njëra there. We very much hope është tashmë at the end of duke 2026. punuar dhe tjetra do të përfundojë me shpresë në fund 2026. Listen, Është kjo e ardhme e politikës, ajo çfarë pam sot? I owe you Dëgjoni. because you are Unë harassing me and being në fakt stalking me and appearing in front of me everywhere. ju in the detyron world. sepse So normalisht I owe you my life mission. ju më ngacmoni, më vini mbrapa, ju gjej kudo në çdo vend të botës, e në fakt është misioni i jetës time. E di edhe me thënë drejtën ndihem mirë me qëra fjale, por prandaj ju solla diellën. Dhe në fakt morëm goxha rrezik përsipër sot dhe më vjen shumë mirë që ja dolëm me sukses. Është ndër veprimi i parë i saj drejt për drejt dhe është fal jush, jo fal dialogut global të Berlinit, po është fal jush. Jeni shumë i sjellshëm zoti kryeministër. Ju detyrohem ju që Diela is pregnant. ndaj për herë të parë që diella është shtatzën She's expecting dhe pret 83 kids. 83 fëmijë, Each kid for one member of our parliament. secili That will që serve the do të jetë për MPs çdo to- antar as të an parlamentit assistant tonë that e will që do të participate shërbej in the si parliamentary asistent sessions, për ta that, will, që do të marrin keep, pjesë në seancat parlamentare, që do të mbajnë shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe që do t'i informojnë e do të sugjerojnë antarët të parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa i takon legjislacionit të BE-s e gjithçka tjetër. Dhe diçka që do t'ju pëlqej shumë si turk, që kur të shkosh për kafe, dhe në fakt ne kemi kafe shumë më të mirë se sa në Gjermani, siç e dini. Pra, në qoftë se shkon për kafe dhe harron të kthehesh në punë, kur kthehesh, ky fëmijë do të thotë se çfarë është thënë kur nuk e qenë në sallë, në qoftë se është përmendur emri yt, e në qoftë se të duhet të kundërsulmosh dikë që të ka përmendur për arsye të gabuara. Më duhet ju them që për aq kohë sa një Ali Aslan inteligjencë artificiale nuk interviston një Edi Rama inteligjencë artificiale vitin tjetër, unë jam rregull, më mos e provoko, sepse ajo mund të sigurojë një Ali Aslan që do të jetë me mua kudo, e s'do kem nevojë për ty më, do mbetesh pa punë. Kam frikë se po. Diella që në fakt është pra diell në Shqipëri, po, diell, jo shkëlqim. Dielli, shkëlqimi vjen nga ju, po, e kuptoj, vjen nga ju. Mendoj që kjo është një mënyrë e mirë për ta përfunduar këtë bashkëbisedim. Zonja e zotrinj, flas besoj edhe në emër tuaj që është gjithmonë kënaqësi të dëgjosh kryeministrin e Shqipërisë. Faleminderit shumë që sollt ministren e inteligjencës artificiale me vete, vërtet një transformim tejet mbreslënës që e shohim. Dhe në fakt, presim me shumë interes të shohim se çfarë do të krijoni gjatë mandatit të katërt që keni marrë. Zonja Zotrinj, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe nëse do të ftohem vitin tjetër, do ta bë sikush që t'ju kem ju përballë dhe do të sjell me vete. Do të keni edhe 81 ekrane tjera që të kemi 81 fëmijët e diellës. Po, besoj kemi kohë për këtë, po mirë që e di. Faleminderit shumë.